Të dhënat e kërkimeve shkencore në fushën e gjenetikës po provojnë gjithnjë e më shumë teorinë mbi lashtësinë dhe autoktoninë e shqiptarëve në Ballkan, sipas analizave të realizuara nga Akademia e Shkencave dhe ekspertë ndërkombëtar. Popullsia shqiptare sotme mbart vazhdimsinë gjenetike të banorëve të hershëm i lirë. Të dhënat tona, pra të analizuara në laboratorin ton, që përfaqësojnë një kampion të popullatës shqiptare, të marrë nga gjithë zonat e Shqipërisë dhe në këtë rast, duke analizuar shpejtësitë e markerëve të ndryshëm dhe të haplogrupeve të ndryshëm, ne konfirmojmë atë që është konfirmuar dhe më parë që popullata e sotme shqiptare është vazhdimësia e popullatave të hershme që kanë populluar zonën e Ballkanit dhe atë pjesë që i takonte Ilirisë. Analiza gjenetike sipas studiuesve tregojnë gjithashtu lidhjet historike të shqiptarëve me popullsitë fqinje. Pra, ngjashmëria me popullatën greke është për shkak të rrymës të migrimeve nga zona e Anatolisë, kryesisht në periudhën e bronzit, drejt Ballkanit ose jugut të Italisë. Studiuesit kanë identifikuar edhe zonat ku janë ruajtur më qartë gjurmët e popullsive të lashta ilire. Grupimi i vogël është një bërthamë e vogël në zonën juglindore, jugore, kryesisht domos në zonën e Berat, Skrapar, Korç. Një grupim i dytë që është i konsiderueshëm në numër është zona Dibër, Mat, Mirdit dhe Martanesh, ose ajo që quhet Gegria e Vjetër. Dhe grupimi më i madh që ka mbijetuar është nga zona që është sot Kosova, zona e Dardanisë. Këto janë tre bërthamat ku popullata të vogla kanë mbijetuar. Sipas ekspertëve, edhe pse gjatë shekujve ka patur lëvizje dhe ndërthurje popullsish, struktura gjenetike e shqiptarëve ka mbetur e qëndrueshme. Gjurmë të qarta të origjinës ilire ruajnë ende edhe tek komunitetet arbëreshe në jug të Italisë.